Në internet, gjithçka ndodh shpejt. Një klikim mjafton që një imazh apo video të shpërndahet. Një manipulim digital mund të arrijë mijëra ekrane brenda orësh. Sipas UN Women, mbi 90% e përmbajtjeve të manipuluara digitalisht apo deepfake-eve janë të drejtuara kundër grave. Sipas UNICEF, kjo dhunë nuk ndalet te të rriturit. Fëmijët janë të ekspozuar më shumë se kur më parë. Nga lojrat deri te chatbotët dhe aplikacionet e ndryshme, përfshirë ato edukative, inteligjenca artificiale është pjesë e jetës së tyre. Teknologjia po e bën më të lehtë se kur depërtimin e abuzuesve në jetën e fëmijëve. Distanca fizike nuk është më pengesë. Edhe brenda shtëpisë, fëmijët nuk janë më automatikisht të mbrojtur. Pas një ekrani, individ me qëllime abuzive krijojnë lidhje të rreme besimi, vetëm për t'i përdorur ato kundër fëmijëve. Por sa raportohet kjo dhunë? Sipas një hulumtimi rajonal të UN Women 2023, ku përfshin edhe 1007 gra nga Kosova, më pak se gjysma e grave që përjetuan dhunë digjitale e raportuan atë. Ndër ato që nuk e raportuan dhunën digjitale, 33.6% mendonin se nuk do të bënte ndryshim, 14.7% nuk e kuptuan menjëherë se ishte dhunë, 13.6% nuk dinin ku të drejtoheshin, 9.8% nuk besonin askënd, 9.2% nuk kishin besim në institucione. Dhe të tjerat heshtën nga frika se konfidencialiteti nuk do të ruhej, fajsuan veten, u ndjen të turpëruara apo thjesht kishin frikë. Këto nuk janë thjesht përqindje. Janë gra dhe vajza që zgjodhen heshtjen, sepse nuk patën besim tek institucionet dhe nuk u ndjen të sigurta. Si pasojë, shumë raste të dhunës digjitale nuk raportohen dhe nuk regjistrohen asnjëherë. Ato nuk përfshihen në statistika dhe kështu mbesin të padukshme për sistemin. Kur mungojnë të dhënat, mungon edhe ndjesia e urgjencës. Institucionet nuk e shohin për masën reale të problemit dhe rrallë marrin masa të mjaftueshme. Në raportimi fsheh dhunën, mungesa e të dhënave e zbej reagimin institucional. Dhuna digjitale nuk është vetëm një koment apo vetëm një klikim. Ajo nuk është më pak e rrezikshme vetëm sepse ndodh në një hapësirë virtuale. Ajo që ndodh online lë gjurmë në jetën reale. Sipas UN Women, kjo dhunë dëmton shëndetin mendor, rrit ndjenjen e pasigurisë, dëmton marrëdhëniet, shtyn gratë të vetcenzurohen. Ndërkohë që interneti lëviz në sekonda, a janë institucione të përgatitura për një dhunë që përhapet me një klikim?